Finalizohet operacioni policor Secret Flat, ndërsa goditet një rast i shfrytëzimit të prostitucionit me shtetase të huaja. Është arrestuar në flagrancë një 28 vjeçar, ndërsa është shpallur në kërkim një shtetase me kompsi kineze, të cilët kishin përshtatur një apartament në qytetin e Vlorës për zhvillimin e kësaj veprimtarie kriminale. Procedohen penalisht edhe 3 shtetas të huaj që ushtronin prostitucionin kundrejt pagesës. Në bazë të kontrolleve të mbështetura në informacionet e inteligjencës policore, me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të dhënieve me qira të ambienteve për ushtrim prostitucioni, specialistët për hetimin e trafiqeve në drejtorinë vendore të Policisë së Vlorës zhvilluan planin operacional policor të koduar Secret Flat, si rezultat i të cilit u godit një tjetër rast në këtë fushë. Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë për veprat penale, trafikimi personave të rritur dhe shfrytëzimi për prostitucion të kryer në bashkëpunim të një shtetasi 28 vjeç banues të Tiranë. Por për të njëjtat vepra penale u shpall në kërkim edhe një shtetase 51 vjeçe me kompsi kineze. Nga hetimet rezultoi se këta 2 shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kishin marrë me qira një apartament në lagjen 10 Korriku, të cilin e kishin përshtatur për zhvillimin e aktivitetit të palishëm të prostitucionit. Në këtë ambient ata shfrytëzonin për prostitucion kundrejt pagesës 3 shtetasit të huaja me kompsi kineze, të cilave u kishin ofruar strehim dhe siguronin klientët për ushtrimin e kësaj veprimtarie të palishme. Në vijim të veprimeve procedurale u referuan materialet në prokurori për veprën penale prostitucioni në ngarkim të 3 shtetaseve të huaja, të cilat shfrytëzoheshin nga këta 2 shtetas dhe ushtronin prostitucionin kundrejt pagesës. Ndërkohë vijon puna për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe përkapjen e shtetases së shpallur në kërkim. Materialet tashme janë referuar prokurorisë për veprimet të mëtejshme procedurale.